Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në emisionin ton të sotëm. Sot kemi kënaqësinë të kemi në emision një nxënëse 10 vjeçare, Mia Muçaj. Ajo shkon në shkollën Pajkonica dhe është në klasën e 4. Përveç kësaj, ajo është një pianiste e shkëlqyer. Ajo shkon në shkollën e muzikës Prenk Jakova për 3 vite me radhë. Sot do të bisedojmë bashkë dhe do ta pyesim më shumë rreth rrugtimit të saj, planeve për të ardhmen, si dhe vështirësive që ka hasur gjatë gjithë kësaj karriere. Andaj, qëndroni me ne për një bisedë shumë të këndshme. Përshëndetje Mia. Përshëndetje, unë jam Mia Muçaj, jam një 10 vjeçare, jam në shkollën Pajkonica dhe po ashtu në shkollën e muzikës Prenk Jakova. Unë jam në shkollën Prenk Jakova që 3 vite me radhë, unë aty kam përzgjedh instrumentin e pianos, po ashtu kam përzgjedh edhe këndimin. Mia, si I kalove pushimet dimërore? Unë pushimet dimërore I kalova shumë mirë, I kalova me familjen time dhe po ashtu e kalova ditëlindjen e motrës time. Urime ditëlindja, shumë mirë, gëzojmë që je kënaq. Po në shkollë tash që kemi fillu, si po kalon? Unë po kaloj shumë mirë, e kom vërej që më ka marrë shumë molli për shkollën, për mësuesen edhe për shoqet e shokët. E kom vërej që e kom mësu shumë gjatë pushimeve, edhe besoj që gjithë kam mësu se mësimi është një farë forme edhe si pasioni imi, se po ashtu edhe leximi më relakson shumë. Cila është lënda jote e preferuar në shkollë? Lënda ime e preferuar në shkollë mund të jetë muzika apo gjuha shqipe. A mund të na tregosh pak se pse ke zgjedhur pikërisht pianon si instrumentin tënd të pëlqyer? Pianoja është instrumenti im I pëlqyer sepse më duket shumë instrument I bukur dhe instrument që tregon më shumë emocione. Cila është pjesa apo melodia jote e preferuar që ta luash në piano? Në piano më pëlqen të luaj më shumë etida dhe po ashtu më pëlqen të luaj dhe këngë që janë këngë të artistëve shqiptar dhe të luaj ato në piano vetë. Sa shpesh praktikon melodi në piano gjatë javës? Unë zakonisht pianon e praktikoj paka shumë çdo ditë, e praktikoj sepse në shkollën e muzikës na japin edhe detyra, edhe tani ato detyra duhet me plotsu. A ke performuar ndonjëherë përpara publikut dhe nëse po si e ndjer? Po, unë kam performu në shkollë, kam performu në disa koncerte të tjera dhe aty jam ndjerë e emocionuar. Jam ndjerë pak nervoz, po ashtu pak nervoz, sepse ka njëherë ndodh që për shembull diçka sikur mikrofoni ose diçka nuk punon, edhe atë jep 2 minuta para se me nis ajo, edhe tani ja nisin një par telashe diçka kështu, edhe tani po ashtu jam ndjerë shumë e gëzuar që më shfaq talentin tam para krejt njerëzve. Mia, e përmendëm më parë që gati për çdo ditë ti praktikon në piano, si dhe këndon. A mund të na tregosh pak se si e menaxhon kohën midis detyrave shkollore dhe obligimeve të tjera dhe pianos? Unë zakonisht zgjohem në mëngjes dhe shkoj në shkollë. Pas shkollës, unë e përfundoj shkollën në 3:30 dhe pas shkollës të hënëve dhe të enjtëve kam shkollë të muzikës dhe të martëve, të mërkureve, të premteve, të shtunëve dhe të dieleve ushtroj piano pak më shumë, sepse domethënë edhe I bëj detyrat edhe gjitha këto, pak më shumë sepse kam më shumë kohë të lirë, edhe të hënëve dhe të enjtëve është pak më e komplikuar se I bën që dura më kthy në shtëpi 6, tani mi bu detyrat, se në vene, edhe tani me flejta 9:30, edhe E përmendi që je në shkollën e muzikës Prenk Jakova, a mund të na tregosh pak si është eksperienca jote në këtë shkollë? Eksperienca ime në shkollën Prenk Jakova është eksperiencë e mirë. Unë aty kënaqem shumë, sepse kam bo shumë shokë e shoqe dhe arsimtarët janë shumë të mira.
Çfarë ëndre keni për të ardhmen në lidhje me muzikën? Kam ëndrën si pianiste, kam ëndrën e këngëtares dhe po ashtu kam ëndër të bëhem edhe gitariste. A ke ndonjë muzikant që të inspiron ty? Po, më inspiron Dua Lipa, Rita Ora, më inspiron po ashtu për shembull Edona Reshitaj, sepse më pëlqen shumë si këngëtare edhe kështu me radhë. Po, kush të mbështet më shumë ti? Mua më shumë ti, prej krejtëve më mbështet mami, babi edhe familja në përgjithësi. Çfarë të pëlqen të bësh tjetër përveç muzikës? Mua më pëlqen të vizatoj, më pëlqen të bëj yoga dhe po ashtu më pëlqen shumë të lexoj. Mia, më parë përmende që ke disa këngë të preferuara, a mund të na tregosh njërin prej tyre? Po, mua më pëlqen për shembull kënga e re e Dona Reshitaj, më pëlqen po ashtu dhe këngët e Dua Lipës, më pëlqejnë sikur Levitating edhe plot këngë tjera. Po, mund të na këndosh një? Po. E ullum divan, shioj një qaj, vras mendjen nam kujton do njëherë. E shikoj muzgun, bie nga dal, vras mendjen nam kujton do njëherë. Se bora kujton në ty, e i ftoftim kujton undën e kuqe, qërpikun ton të ngrim. A mund të na interpretosh edhe këngën Valsi Lumturisë? Po. Sa knatësi kur dëgjoj valsin ton në këtë pranver, ai përsëri po nafton të vallojmë si kur atëherë, bashkë me pranverën dhe ti lullëzon, lulle ploter që në shpirt më ngjallëron. Vals o vals ti e honga i bukur jatë dhe fusha tona i përshkon, kush bërthen një jetë e re. Faleminderit shumë. Shumë bukur. Faleminderit. Mia, a mund të na këndosh edhe këngën Rjedh në ligjerime? Po. Hej, fort po vjen ajter, dhe burimi këngës lugjeve, mi përcjell. Hej, fort po vjen ajter, edhe trimat në përmend mi sjell, po mi përcjell nga ky zaj kosi me vlasin shekujt me gjëmime, dhe na gandi shqiptarit janë flakëron. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, një interpretim shumë i këndshëm dhe shumë i bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sigurisht që kemi edhe shumë gjëra tjera për të biseduar, por tani më jemi në fund të emisionit. Andaj, a ke ndonjë mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin? Po, mesazhi im është ndjekni ëndrrën tuaj dhe kur mos ndërza.
Faleminderit shumë. Faleminderit.